Qa e Nila erdhi për para se tynde, dhe në i këshilë se ka fol me ty, apo s'ka fol? Po, ka fol erdi, një ditë për para se tynde, po, erdi. Që i the? Hatë? Nuk mund të them qëri thash, dëmën fjallë për fjallë, po pa tjetë që i dhamë bekimi, se për atë punë erdi për të marrë bekimin e kishës, edhe kështu që ka ndodhë shumë gjëra aty brënda, unë ndryshe nga të tjere të kam parë shumë pak. Qëfar, si e ndanë mëkatin nga jo mëkatin në Big Brother? Edhe unë kam një pyetje. Po pa tjetër, gjitha pyetje mund të ma thuar se e kisha më. Si e ndanë mëkatin nga jo mëkatin në Big Brother ti për shumë? Po s'ka, në Big Brother, unë mendoj që atje është vetëm loj, nuk ka sinceritet. Nuk ka sinceritet. Mund t'i jesh i sinqert, nuk mund t'i jesh kur 100% i sinqert me publikun se do gënjeje. Po mi pëse njerëzit kanë qef të shohin të lojen e pa sinceritetit, se është e çuditshme. Nuk e mendoj. Sepse njerëzit... Nuk e mendojnë kështu, jo. Zgjidheni, nuk e di, unë... Mirë, s'ka gjë, njerëzit Jo ka gjë se duhet ta zgjidhim. Vajzat që kanë qenë aty, thonë që nuk është lojë. Nuk bie dakord. Lojë është, po pse përdorin termin lojë? Nuk mund të jesh ti 24 orë i dashur, kaq i pasinqert sepse nuk ka të bëj aktori, ka të bëj jeta. I dashur aty futesh dhe jeton, nuk interpreton.